Përshëndetje. Përshëndetje. Për gjithë shikuesit e emisionit Një Kafe në Labin, shikuesit e radio televizionit në Istania. Jemi sonte bashk, jemi të vendosur në Gjinos, tek shtëpia e moshuarve jetimat e Ballkanit. E bukur do të jetë kjo natë sepse ata të cilët fakt janë pjesë e kësaj nate të veçantë me ftesë prej të mallit Halil Kastrati për ta shtruar një iftar për kontributin e tyre të cilët fakt secili prej tyre ka jap sa i përket jetimave të Ballkanit. Kanë qenë pjesë e shtëpisë të moshuarve, kanë kënduar në për shumë pistat ndryshme, kanë kënduar në për koncerte, manifestime ndryshme, po çfarë ndashnie, çfarë kënaqësie kanë pasur secili prej artistave kur kanë qenë pjesë e shtëpisë të moshuarve. Sonte, në kuadër të emisionit Një Kafe me Labin, është iftari i shtruar prej Halil Kastratit për gjithë ata të cilët fakt kanë japur kontributin e tyre tek jetimat e Ballkanit. Artistët, këngëtarët, të cilët janë pjesë e kësaj nate. Unë jam me fat jam falendërues sepse jam pjesë e jetimave të Ballkanit, vazhdoj me qenë pjesë e tyre. Unë po them për fillim, faleminderit Prishtina Tiketit, faleminderit Pavinit për aromën e kafes, por edhe njëkohësisht faleminderit Aria Petrollit. Natë gjatë, natë bukur. Bëjmë së bashku iftar, shumicën e artistëve të cilët fakt janë ftuar, unë do t'i kem pranë vetes, e kam një mikrofon për secilin prej tyre, ku do të flas bashkë me ta. E në fundit është Halil Kastrati, i cili do ta kemi një intervistë ekskluzive. Sa janë shqiptarit bamirës gjatë muajit madh të Ramazanit, sa janë shqiptarë të solidarizuar dhe janë njëri për tjetrin gjatë këtij muaji, edhe gjithashtu për gjithçka rreth shoqatës, por edhe për natën e sotme, për këtë iftar, ndoshta edhe të veçantë edhe për Alinin, sepse është hera e parë që gjithë strada janë në një vend në shtëpinë e moshuarve jetimat e Ballkanit Gjirafs. Kështu që po ju them, qëndroni bashkë me ne, qëndroni bashkë me Një Kafe me Labin, qëndroni bashkë me radio televizionin Istani. I prast artistët të cilët vinë secili një nga një këtu afër meje. Yeah. Përshëndetje për krejt, sa e bukur është kjo natë kur vi zakonisht drejt jush. Çdo kush që ka ardhur sonte këtu me pakët muzikës shëret, edhe ju kofshit shpërblim të Zoti, e Spiritit i Zotit ju rujt edhe ju nert. Shumë mirë, kemi kaluar shumë, se ja që më thonë, po shumë i kënaqur. Faleminderit për jush për krejtve. Dashurinë e prindit s'mund më ta dhon kërkush. S'mund të kërkush më ta dhon dashurinë e prindit. Ja vlen t'i kthyerin prindit. Se shife edhe gjithë se shka po bëhet, pse e kanë lënë prindin. Unë për vetën teme nuk nihina që jam e vetë me tash. Se unë kanë vdek 2 djeme një vajzë, por tash kam gjetë shumë djemë, prej Halilit deri më të voglin. Unë jam shumë e kënaqur. I falenderoj Halilin me gjithë vëllezërit shqiptar në rrotullin toksor që janë shqiptarët, i falenderoj shumë. Edhe nesër nëse thot Allahu të vdesi, të vdes me buzëqeshje. Shumë i falenderoj. Sot më thonë më orë, baba në unë më që më thonë hajde më të mojmë kur nuk shkoj. Më orë me ne rinit dhe 2-3 këtu ja.
Halili hantë me lukë do katë të qabën e ka banë që ta. Ma shpesh, na vizitoni. Se në pak jena të mërzituna. Labin e kemë musafirë më shpesh edhe që na sjell shumë emocione. Faleminderit për mirëseardhje që jeni ardhur në shtëpitë Plezhve. Na keni bën më mirë. është kënaqësi me të prit. I pari je, si gjithmonë I pari. Me andin. Dan, respekt, faleminderit shumë. Faleminderit që je pjesë e kësaj nate të Halilit veçantë. Faleminderit shumë. I pari je që erdhe edhe të parin, unë të kam marrë në telefon për me të thonë kiftes prej Halil Kastratit. Halilit faleminderit shumë. Faleminderit ty. Halilit një falenderim shumë I madh për iniciativën që e ka marrë edhe për krajen që e bën për njerëz cilët nuk kanë mundësi, cilët nuk kanë stre. Halil, Zoti të ruaj ty me krejt strafin tonë, çka me të ru tjetër. Për hajë Ramazani e priqit shumë. Përpas se thot Halili Zoti kur mos I hupt, zdan edhe ty po them Zoti kur mos të hupt, se njëri prej njerëzve të parë. Halili ka potencuar disa herë, kur nuk I kemi thonë bashk, sa kemi qenë te një kafe me Labin, sonte po them për herën e parë. Njëri prej njerëzve të parë, I cili ka kontribuar tek shoqata jetimave e Ballkanit, jeti. Po kur ka ardhur për herën e parë në Pej, unë nuk kam pas informat mirë, por shoku jam Ferhati më pa të kallëzu se ata kanë ardhur në shtëpinë afër me Ferhatin, edhe më ka kallëzu. E mandej unë ndjeva obligim, thash, zotnia po vjen Pej Prizrenit, po merr iniciativë për me ndihmu Pejen me rrethin, kur ky mundet marrë Pej Prizrenit, pse edhe na të Pejës mos me I ndihmu, edhe mandej e kom di si obligim, inshallah Zoti nuk ma shkon për haram që po e përmendi, unë nuk e përmendi kërku, mirë po ti mos e përmenda atëherë unë ndërlidha me muhabetin. Sonte uroj që ka me qenë një natë e bukur. Unë Halilit po I falenderoj, nuk është hera e parë që më thret këtu në shtëpinë e Plezhve, mua edhe Andin për Ramazan, për iftar, nuk po dyshoj sigurisht. Ky është një organizator I shkëlqyshëm, stafin e ka të mrekullueshëm, edhe nuk dyshoj as pak e di që ka me konë shumë mirë. Edhe mbi gjitha është vetëm kuzhinë të përgatit gjithë shkapin për neve. Ai po përgatit. Po, qëta s'ka dalë mi u pritë se është në kuzhinë të këto momente. Shkojme përshëndesim aty. Respekt, Dan, faleminderit shumë. Për intervistë. Ande, faleminderit shumë që je pjesë e kësaj nate. Faleminderit për ftesën. Faleminderit.
vazhdoni. Albin, është kënaqësi që jemi bashkë sonte me ftesë Halilit. Faleminderit juve për ftesën, për mua është kënaqësi me qenë sonte në mesin e juaj. Albin, çfarë ndjeni është për me qenë pjesë e shtëpisë më shumëve, kur i takon këta plesh, po këndoni për ta, jeni pjesë e tënëve? Për mua është një pjesë shumë e ndihshme, kështu që nuk isha dashur shumë u zgjeru me fol në këtë pjesë. E di që është ndjenjë e mrekullueshme dhe nuk ka kur gjë më mirë në këtë botë se sa me jep lumturi dhe dashni një të moshuari. E di që zakonisht personat publik kanë impakt shumë të madh sa i përket edhe bamirësisë. Gjithmonë mundoheni mos me tregu. Po sigurisht lab, por ne jemi me fat që kemi shumë njerëz bamirës. Kështu që kur mundemi me bë edhe pa e bë të madhe është mirë. Ndonjëherë jemi detyruar, sidomos kur ato vinë nga njerëz të ndryshëm, nga bamirës të ndryshëm, me i bë dhe publike, por secila mënyrë ka atë të mirën e vet, kështu që mjafton me pas mundësi me i ndihmu dikujt. E di që ka mencionuar njëri prej iftareve më të veçantë për ty, apo? Po, se e kam edhe për herë parë, kështu që shumë mirë. Shijoja deri në pikën e fundit edhe uroj që kemi me kalu bashkë. Ta shijojmë bashkë gjithë. Albani dhe Fidani, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Alban, kënaqësi është që sonte jemi bashkë. Po edhe për neve është kënaqësi që të jemi sonte pikërisht edhe në këtë vend ku është një simbol i gjithë shqiptarëve bamirës që janë nifemi si popull bamirës në krye me hoxhën e nderuar zotëri Halil Kastratin, kështu që është kënaqësi me neve me qenë sonte me juve bashkë. Fidan, kur tha Albani, Fed, bënu gati se jena një iftar të Halilit, çfarë ndjenje ke? Ndjenje mirë, është kënaqësi me kom prezident këtu në shtëpinë e madhe të shqiptarëve. Edhe faleminderit për ftesën edhe për hoxhës edhe për te Elab. Shpresoj që kalojmë një mbrëmje të mirë të këndshme. Alban, e di se zakonisht domethënë ke qenë pjesë e koncerteve humanitare. Pjesë e manifestimeve, pjesë e diskotekave, dasmave. Po kur je pjesë e shtëpisë më shumëve, kënon për këta pleq këto, çfarë ndjeni është? Besoj që ka me qenë kënaqësi edhe më mirë, se më dhonë çaste të mira këtyre njerëzve që janë këtu, domethënë është ndjenë shumë më mirë, besoj se që e kemi në vende të tjera. A duhet patjetër me tregu edhe në rrjetet sociale që ne e bëm këta? Jo domosdoshmërisht, varësisht se ajo temë është gjithmonë që diskutohet, po kur është për shembull për shumë më të mëdha, është natyrshme që duhet më mobilizu më shumë njerëz që me mbledh një shumë më të madhe për shembull, po kur është me vlera të vogla nuk besoj që ka nevojë mu diskutue apo mu prezantu para njerëzve që ke bën një vlerë. Ato njerëz do të më bëjë gjithmonë për Zot, edhe që thonë të mirën bën edhe nuk i dihet ku gjendet mandej. Jemi edhe para Bajramit. Jemi në muajin e shejtë Ramazanit, unë ju uroj gjithë shqiptarëve një agjerim të lehtë, një muaj të lehtë, domethënë, edhe së shpejti për Bajram do t'ju urojmë edhe festën e Bajramit, që është festa më e madhe muslimane, domethënë. Qëra emisioni transmetohet vish pak ditë na kanë metë për Bajramin, Shatari Luka, një urojmë për Bajram. Ja urojmë gjithë shqiptarët muajin e shejtë Ramazanit, po ashtu edhe përfundimin e këtij muaji le të festojnë që është më së miri me familjet e tyre. Alban, Fidan, unë përjetëm veç paqim një iftar të mirë sonte bashkë. Faleminderit. Sevdaje, mirë se erdhe, është kënaqësi që jemi sonte aq më tepër me ftesë të Halil Kastratit. Faleminderit shumë respekt për Halil Kastratin, për krejt, për ty, për të vizionin së nesh, për ty që i palodhshëm, i përshëndes krejt
edhe mishë këtu shajnar kretë që në të agjeru, ju dëshërë një iftar begatshëm të mirë që është din Halili. Nuk i mungu kur sa i përket bamirësisë, sa i përket ftesave, dhe më thonë që është dashtë me japë kontribut. Përveç që i marrë, kur më ka thirë Halili, ju marrë edhe pa më thirë Halili. I ku dhënë Halili pritu se më ka mirë këtu këta pleshtë. Çfarë ndjenje është Sevdaje? Është një ndjenjë shumë e veçantë. Do të mi përjetu sëgut, e din t'i vetë se ti e konë vetë, është një ndjenjë shumë e mirë, shumë me vullnet i marrë për gjithë. Sevdaje jemi sonte bashkë. Shumë bukur, kemi me kalu pa tjetër me ty, kush kalon kesh me ty, vish ka të thëmë. Unë po të falenderoj, shumë respekt pa fond, vazhdo. Faleminderit, knatësi Remzia, faleminderit, knatësi. Motat, faleminderit, Safet Saides, faleminderit shumë, Lule, faleminderit. Kështu që jemi bashkë sonte, unë veç për të faleminderit shumë që ju kam pjesë kësaj nate, po du kështu, kur thash Remzia, ki ftesë prej Halilit, çfarë ndjenje ke? Dhe Gjolabi, iftari ka kuptim të veçantë, kur e ndonë me njerëzit të cilët ka nevoj për një përqafim, për një respekt, për një buzëqeshje, për mua është një ditë shumë e veçantë, sidomos ftesa që më është bërë nga i nderuari humanisti Halil Kastrati, po ashtu edhe nga stafi i tij mrekullueshëm, cilët dua t'i përshëndes shumë, t'i falenderoj nga zemra për këtë punë shkëlqyer që janë duke e bërë. E di që veç pak minuta jema para iftarit, për të shfrytzuar rastin krejt pyetjet për t'i bëj ty, pastaj kaloj edhe tek motrat. A duhet pa tjetër mi bo publike gjërat cilat pak t'i bojmë për bamirësi? Unë nuk mendoj se gjitha duhet me i bo publike, por disa gjërat duhet, disa gjërat të mëdhaja, po mendoj sepse ato ndoshta i japin edhe një vullnet te njerëzit e tjerë të cilët për ndihmuar, për kontribuar edhe më tepër, sepse duhet falenderuar edhe merite madhe është edhe gjithë shqiptarëve si brenda Kosovës, si jashtë vendit, kudo që janë, sepse ata kontributi tyre ka ndërtuar shtëpi, ka fshi lot fëmijëve, domethënë kjo tregon që populli shqiptar ka një zemër shumë të madhe. Remzia, pash një iftar të mirë. Faleminderit shumë. E di që edhe më nxi fjalë për na dalin para iftarit. Vazhdo. Kur kesh bashkë me juve, javën e kaluar veç shkoj emisioni bashkë me juve për 8 marsin, edhe kur kesh tregova që faktikisht javën tjetër do ta kemi një emision pak sa më ndryshe. Është kënaqësi që jeni edhe sonte edhe pjesë e kësaj nate të veçantë me ftesë prej Halil Kastratit. Faleminderit, ndjenja më e mirë prej Halilit, humanistit, lumaj që po ban gjithë këtë ndihmë për njerëz që ka nevojë, edhe po na motivon edhe neve tjerëve që me ndihmu sa më shumë. E kështu që faleminderit, jam shumë të nderuar që ai na ka thirrur në iftar sot. Keni këndu në për shumë manifestime, keni këndu në për shumë spektakle, keni qenë gjithmonë ku ka pas nevojë shqiptari. Po çfarë ndjeni ka qenë këtu kur keni këndu, domethënë nga këtyre pleqve edhe plakave të shtëpisë moshuarve, jetimat e Ballkanit? Ka qenë ndjenjë shumë e mirë. Ti shohesh plesht me lot, të i ndëgju këngët e tua dhe me bot dikan muni mirë është ndjenja më e mirë. Unë falenderoj shumë për zamërsisht Halil Kastratin, për iftarin që na ka ftuar, edhe gjithë agjeruzve Ramazan të letë. Lule, a duhet pa tjetër mi publiku gjithë shka që ka bojmë në rjetët sociale? Unë mendoj që jo. Po, që të sa idea disa nashta edhe po se do të më vedisu edhe pak njerëzit që sa ta postosh një story dikon që i tu një ushqim që i tu hongër ose një këta di një pushim i shkon mirë me ndimu njerëz që nuk kanë nashta edhe buk me hongër. Një të nanë, po, është nashta edhe mirë dikush, sidomos dikush është me emën që mundet me i dhonë popullit një me postu bënë. Se na mëson edhe neve tjerëve që duhet për me minimu dikujna që nuk ka. Po që mi iftar të mirë, se e di që vish minutat e iftarit po na vinë, iftar të mirë, faleminderit shumë, respekt, faleminderit shumë, faleminderit.
Nikol, faleminderit shumë. Faleminderit që të kam pjesë kësaj nate, edhe pjesë e veçantë, aq më tepër kur thash Halilit ka ftu me plot kënaqësi u përgjigj. Të pyeta, është Halili aty? Po, është Halili këtu. S'pari faleminderit shumë për ftesën. Urime ky muaj i shenjtë i Ramazanit, gjitha të mirat. Bravo Halilit, bravo stafit ti që e ban këtë humanitet kaq të madh. Unë e di ç'ka bën ai. Kom knu këtu. Je sonte një iftar bashkë me neve, po është edhe një ndjenje e bukur, ki këndu domethënë kudo nëpër botë, ki kënu nëpër shumë koncerte, manifestime, dasma, spektakle, por këtu kur kënon, ki diçka tjetër. Ishte një ndjenjë tepër e veçantë. Një dashuri tepër e sinqertë e njerëzve këtu me nevojë dhe më duket që akoma më mban ajo kënaqësi e asaj nate. Kam dëshirë prapë me më ftu këtu. Patjetër, ne jemi të hapur këtu, kështu që patjetër që kemi qenë. Nikol, e di që ne kemi Ramazanin, por edhe jemi në prag Bajramit, kështu që një urim prej teje? Urime pra ky muaj i shenjtë i Ramazanit, urime Bajrami, urime të gjitha festat shqiptare. Festat ne veç na bashkojnë ashtu siç po na bashkojnë sonte. Po mirë që je pjesë e kësaj natë të veçantë dhe uroj tash jashtë. Faleminderit. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit. Vazhdo. Violeta bashkë me Shqipen, hajdeni. Letë, çfarë ndjenje ke kur e morë ftesën me qenë pjesë e këtij iftari prej Halilit? Ti e din që nuk është hera e parë që jemi të ardhur, po është kënaqësi e madhe, sidomos kur ftohesh prej një humanistit madh, që e dim çka detyrën që ka, obligimin që ka marrë ndaj vetes, kënaqësi e madhe. Shqipe? Për mu është hera e parë, edhe ju falemderoj sinqerisht që më keni bu pjesë të këtij iftarit me njerëz të veçantë, edhe po shpresoj që kemi me kalu një iftar shumë të këndshëm. E di që Leta ka qenë, për mu është hera e parë, ti nuk e ke qenë për me këtu për plesh, po në të ardhmen patjetër që i je pjesë. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Letë, çfarë ndjenje është? Ki këndu në për dasma, ki këndu në për koncerte, ki këndu në manifestime, çfarë ndjenje është kur këndon për këta plesh këtu? Dashnin që e merr prej këtyne, nuk e merr prej kërkuj që për me është shumë e sinqertë. Edhe unë kur isha, sidomos këta që kogjat më shumë me njerë më shkërmendja të nona, Rametlikja ose të babat njerë, të thonë, është një pa ndjenje tjetër që e përjeton. E ndjen kënaqësinë që e merr prej tyne, dashnin që e merr prej tyne. Shqipe, a duhet patjetër që ne të publikojmë gjithçka, çka të bëjmë mirë? Të publikojmë? Po. Në rastet tilla, sikur kjo, po mendoj që duhet. Sepse i motivon edhe tjertë për me ardhë, për me kontribu, me shiu këtë kënaqësi me këta njerëz të pa kushte. Letë? Po, besoj që po. Pajtona, nuk për ajke jasë një fjallë, se sigurisht që ka të bërë më undi mirë, pa tjetër që duhet më publiku. Si komunitet artistik, a jemi bamirësa? Po, unë besoj që po. Nuk do me thonë që ne, për shembull rasti i Halil Kastrat është tjetër rast që duhet mu publiku gjanat. Ka unë ajo nuk, edhe nëse nuk publikohet, ajo është shumë gjë normale, po unë e di që komuniteti artistik është shumë bamirës. Se unë i njo, e di. Shqipe? Pa dyshim që po, pa dyshim që janë. Jemi edhe para Bajramit. Një urim? është muji që Ramazani, sigurisht edhe mandej Bajrami është muji që për një me t'jep dashni, mundosh me dhon dashni, edhe është muji që duhet me falë me ata që për një me kanë bo mundi keq, ose i ke bo mundi keq, Zot falë na më shëra. Faleminderit. Kisha dashur me uru gjithë besimtarve musliman, mas pari, inshallah Zoti ju ka pranu agjerimin, edhe festën e Bajramit, inshallah dashni sa ma shumë. Uroj ta kemi një natë bukur dhe të veçantë. Faleminderit, urime gjithëve. Faleminderit. Vazhdoni.
Unë e deshta t'ju falenderoj së cilin për juve. Prezenca ju i sot këtu për neve është nder, njëkohësisht është edhe motiv ndaj veprimtarisë tonë, punës tonë. Jemi pas iftarit edhe afër vetës kam kënaqësinë, kam Rryvën edhe Adnanin. Adnan edhe Rryv, dy llap janë. Përfundoi iftari, çu do juve? Shumë mirë, fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën, një ndjesi shumë e mirë, shumë e veçantë, ushqimi ke fenomenal, një ndjenja pak të përzime, po shumë të këndshme, me hangër një iftar me krejt këta artista dhe me këta njerëz kaq të mirë të mrekullueshëm që përbajnë stafin. Adnan? Labu në gjithmonë thomë edhe me Rryvën sa ishëm të hangër iftar, thash dalmi shumë edhe për njerëzit që i kemi në për iftar, apo ky iftar është pak më i veçantë. Është emocion shumë i ndryshëm, ku me gjithë ta banorë që është shumë interesant, na dalmi në për shumë skena, po dashnin që ta dhojnë këta nuk e morën te asë një skenë tjetër. Është shumë interesant, besoj që e përjeton edhe ti vetë, u kënaqur me iftarin, një ushqim perfekt, edhe me gjithë artistët. Ka përgatit ushqime na ma ke 10-10. 10-10. Pitja me spec, unë çdo iftar, çdo vit vi, edhe është pidurve të Halilit, domethënë edhe Halili ka tunë shumë mirë, nëse s'ke. Bravo, do ta sfidoj. Ajo pitja. Sfidoj Halil Kastratin me një pite. Domethënë Halilin po e sfidon me një pite, kështu që publikisht. Unë e di që shumicën e kohës, dhe më thonë, unë me Adnanin kemi qenë pjesë e kësaj shtëpie. Adnani ka qenë bashkë me humorin e tij, bashkë me karakterin e Sofijës, shpesh herë Rryv, akoma s'ke qenë pret, e di që hera parë edhe me të vërtet një ndjesi shumë interesante dhe punina jashtëzakonisht mirë. Ka që s'kam qenë ma herët, po s'ka qenë ashta rasti. Rasti s'ka qenë, po nuk të të që e mora me njoftu e pak, e masanina ke për Bajram kismet. Me një tepsi baklava. Qëra, arti është i bukur kur i shtohet edhe humaniteti? Pa tjetër, na përveç që jemi artista, jemi njerëz, kemi ndjesi, edhe mendoj që artistat këtë pjesën e humanitetit e kanë shumë atej për zhvillum, dhe e kemi kështu të pjesë të tonës, edhe ka ma mirë se me bo mirë, në rast parë një jemi na vetë personalisht mirë, e mandej një të mirë që ja bojmë dikun tjetër, kështu që artistat e kanë këtë veti. Sa jam bashkë me ty Rryv, edhe këtu kam e shfryzu momentin, dhe me thonë mikrofonin që ku e ka, dhe me thonë me jasene, dyrt janë hapë, krejt gratë janë këtu, dyrt me hi pak në karakter Sofijës. Vish mi përshëndet, dësh. Vish mi përshëndet, qështu qërshje, po. Qështu qërshje dohet, që berat për cida Adnanin, hajtë. Tash problemi më i modë, qështu me hi. Hajtë. Pa qësheni ajni mirë, ajni lodha. Qaj keni punta qëshenja? Se lobi më tha me himer alë cëfiz veshën qështë. Mak jam mes paska, a mujt me hongën ajtë rëva. A pa gjëra një? Ani nash, kusht mënët. Haj se vëllësh në gëmë, bëvakia ti që nuk ka gjëran, që shtojnë, ka plët që agjërojnë që krejt pëqetu i niset, pasha zoti pa. Krejt vëllohi niset pëqetu i se pun të është pa bohësh, lam pa bohësh. Bravo, që zgatë të dërën, bravo të koftë, që është pa kaljana për më nësha, a dini që është ka bëllë muqu edhe në sifër, edhe që sa gjëra, veç muqu e me tonë, veç muqu e në sifër. Pani qanë një që në një kusur vesë, si fyri për tonë, si fyri se kanë lanë muqu e veç 3 veta, kusht më rëtë muqu në të qëhet, dole e plasë, hajtë se shkova, kalli është mirë, falemderit shumë. Ik me se një është me qitë, një është me qitë. A një dhe dohet, ka i herë? Knaci, na si artist,
si artist është fjala artist është shumë e madhe, po ti je artist, ti je shërbëtor. Domethënë unë shërbej humor, ylli shërben muzikë, Ryva shërben muzikë, art përgjithësi, po pse përmes kësaj pjese mos më shërby edhe humanitet edhe ku ka më mirë që vimi në këtë shtëpi, në shtëpinë ku kryefamiljari është Halil Kastrati, domethënë Kosovës përveç që shlirimi i luftës, mandej e dyta më një herë i ka ndodhur kjo shtëpi që sot për senet mira domethënë. E paralajmërove veç ta që ylli me njëra pas juve do ta kem, një urim për gjithë ata të cilët fakt kanë agjeru, por është Bajrami që vjen javën tjetër. Gjatë sa jave, po mendoj. Krejt shqiptarëve i urojmë festën e Bajramit, gjithë mirat në jetë, shëndet edhe shumë dashni. Urime gjithë dhe Bajrami, ata që janë të smutë, dhorë Zotit ju jap shëndet, edhe dhorë Zotit që në këtë shtetë tri që jemi tash, të kemi sa ma shumë dashni se po mdokret pak një farë gjelozie, një farë jemi qudi që si pesh, pitut në qësaj farë pjesë. Kështu që populli dashur, jap një bre dashni se pa pare kemi, edhe për besposi jemi qusi si aras që thujme na. Shte në që dorë se përshkurat së është qëllë. Faleminderit shumë, Zotë e Bereqet dosh, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Hajde yll. Knatësi edhe njëherë, po knatësi jemi që jemi bashkë sonte as më tepër tek jetimat e Ballkanit në këtë iftar prej Halilit. Pikës parë Zoti Allahu shpërqet, ushqimi ke fenomenal. U ndiva shumë i emocionuar pozitivisht. Ndjenjat pak përzime, po sinqerisht u ndiva shumë mirë. Është hera 2 që ka marrë, kemi qenë edhe kur kemi performuar, që kemi kënuar me grupe me ashtu sonte isha pak më ishim fakt për iftar të thumë kështu, Zoti Allahu shpërqet. Edhe Zoti Allahu shpërqet gjithë atyre që kanë kontribuar për këtë vend, më thon një xhenet për këta njerëz që janë këtu. E di që ki provu, domethënë edhe ki kënduar për shumë skena. Ki kënduar edhe në për dasma, në për koncerte, në për manifestime. Po kur vjen këndon para këtyre plazhve? Këto është ndryshe. Është ndryshe se jemi shumë me rini, ata rinia vetë të tërhek, të bën moni mirë, po te këtu është një ndjenjë që ti unishe mirë, por i shishe këta, më vike edhe me kajt, një ndjenjë shumë e përzime, shumë interesant. Kështu që unë vetë që dëshiroj shëndet, dhash Zoti shëndet, prapë përsërisht. Kushdo që ka bë pak për këtë shtëpi, për jetimat e Ballkanit, për Zotrin Halilin që ka kontribuar, e ka dhënë këtë jetën pothuajse për këto bamirësi, Zoti ja shpërblet për të mirat e tij. Gjithmonë je i gatshëm. Për gjithë shka. Duhet. Jemi në prag edhe të Bajramit, kështu që një urim? Ata që kanë agjëru, Zoti ja bof kabull. Bajrami vjen gjithmonë kemi qef se fjala Bajram është fjale madhe. Edhe kam qef gjysht vjen me gëzim se cilën shtëpi të jemi të bashkuar se pak kanë filluar pak disa përqamin të sene, po të jem bashkë, të jem dashur me njëri tjetrin. Ti shprehim dashni vëlla njëri tjetrit më mirë. Urimi Bajrami, festofshin gjithmonë ku do që janë shqiptarë. Faleminderit shumë, respekt, faleminderit shumë, faleminderit. Unë shikuesve të Radio Televizionit 21, shikuesve të emisionit Një Kafe me Labin, ju thëmë qëndrojmë bashkë me Radio Televizionit 21, për shkak që kjo ke ajo nata e bukur, i një iftar i jashtëzakonshëm bashkë me stafin e jetimave të Ballkanit, faleminderit edhe një herë Halil Kastratit, faleminderit gjithë stafit jetimave të Ballkanit që na mbledhen sonte. Në farë mënyrë na shpërblyn një iftar mundin të cilët fakt secili prej këtyre këngëtarëve që kanë sonte kanë qenë, vazhdojnë të jenë pjesë e jetimave të Ballkanit në mënyra të ndryshme. Kështu që është koha për marketing, me njëra pas marketingut kthehemi domethënë bashkë me Halil Kastrati. Sa e bukur është. Zakonisht jeni mësuar e premtja me Halilin. Halil Kastrati me qenë një koqer, në studion e premtja me Halilin, unë dhe t'jem një koqeri, dhe pres Halilin, dhe të flasim shumë qka për jetimat e Ballkanit, dhe të flasim edhe për këtë natë sëndme, por për të arriturat gjithë shkafin të jetimave të Ballkanit, dhe t'jemi pas pak me Halil Kastratin. Faleminderit Pavinit për aromën e kafës që ma jep, faleminderit Prishtina Tiketit që unë uzdoj kudrën për botë, por faleminderit edhe Aria Petrolit, që është pjesë e pandershme imja, por faleminderit krejt shqiptarëve, kudo që janë për botë, që janë pjesë e jetimave të Ballkanit. Ko pas kohë, derisa ne i flasim, gjërëllogaritë e jetimave të Ballkanit do të dalin në ekran, për shkak që edhe tani këto momente, derisa ne po flasim, ju mundeni me kontribu nëpërmjet gjërëllogarive tek jetimat e Ballkanit, sepse mbi gjitha, nëse jepni e kontriboni, besom një gjumin e keni më të mirë, më të shëndosh. Marketing.
është nder dhe privilegj për mu, sepse ballë për ballë në studion e emisionit Një Kafe me Labin është Halil Kastrati. Halil, kënaqësi është për mu sepse unë jam në pozitën tënde ku je. E sonte në studion tënde ti më qenë mysafiri imi. Për herë të parë. Faleminderit Lab njerë për ftesën edhe mirë se ke ardhur në studion e premtje me Halilin sot Një Kafe me Labin. Mu po më vjen mirë që jemi sonte bashkë, edhe aq më tepër që e përfunduam gjithçka një iftar me gjithë ata të cilët fakt kanë qenë pjesë e jetimave të Ballkanit, ata të cilët fakt kanë qenë pjesë e kësaj shtëpie të moshuarve, ku thuja për çdo fest ata kanë qenë pjesë e këtuit. Faleminderit mas parti ty që në fakt the mbledhi gjithë ata të cilët fakt kanë japur kontribut që t'ju ushtrojmë një iftar për ta. Neve jem mësuar Lab me kanë mirënjohës edhe falendërues. Nëse si e falendërues ndaj robit nuk i edhe ndaj Zotit. Unë të falenderoj ty një herë që ke pranu që sa vite ti jesh pjesë e jona, je shkaktar kryesor që këtë shtëpi të vinë për shumë festa, kretë strada jonë, edhe kjo është merit e juj. E ne me tregu mirënjohje me apakta, ndaj tyre ka qenë me u bon një ftesë, me ardhë gjithë bashku, bashkë me banorët e shtëpisë, me kalu disa qasë së bashku mbi gjitha iftar i përbashkët mes pjesëtarëve të stradës edhe banorëve të shtëpisë. Unë në emër tim edhe të banorëve edhe të stafit, njëherë të falenderoj ty, edhe gjithë ata të cilët ishin pjesëmarrës sonte për iftar. Është rëndësishme kjo, për me qenë komuniteti artistik pjesë e bamirësisë, pjesë e humanizmit? Shumë. Mos harrojmë neve, sidomos në shtëpinë e të moshuarve, jeta është me shumë emocione, qoftë gëzimi, qoftë mërzije. Secili banor i kësaj shtëpie ka një historinë vetë, edhe secili ka pjesën më të madhe të jetës e ka kalu me kushte të vështira, po mbi gjitha me emocione të rënda edhe të mërzitshme. Me aktivizimin tonë personalisht, që të sjell persona nga strada jonë këtu, ka bo që banorët të harrojnë të kalumin e tyne, të kthehet buzëqeshja, të këndojnë, e të lozin bashkë, ndoshta si kanë pas tani jetën. A jemi human edhe gjatë gjithë vitit që jemi në muajin e madh të Ramazanit? Jo veç e strada, nuk po flas e strada, po përgjithësi populli shqiptar. Lab, na po i bëjmë 17 vite aktivitet edhe aktiviteti jo nuk është veç në muajin e Ramazanit. Po. 365 ditë në vit. Kështu që krejt aktiviteti jonë, puna në për kuzhina, vizitat në për familje, ne adhurojmë qelsat shtëpive të reja dhe jashtë Ramazanit, jo vetëm në muajin e shenjtë Ramazanit. Edhe kjo e bën qartë që populli jonë është human gjithmonë. Ka mjaftu veç me fitu besimin të dikush, edhe pastaj në 17 vite janë ata të cilët e kanë bo që mos ndërpritet as një ditë aktiviteti jonë humanitar. E thash pakës me parë, thash të drejtova, Habib, që është thëmë jashtë kamerave, po më intereson pak me ditë edhe shikuesit janë kërështarë, që është Halili pa kamera, që është Halili një ditë, thuja, jashtë humanitetit? Wallahi, Lab me thonë drejten, unë kohën më të madhe thuj se jem në për aktivitete humanitare. Edhe unë kam spjegu shpesh herë që na për publikun jepem një minutar shumë të shkurt të aktiviteteve tona, po një vizit kër e bëjmë të një familje mund të kalojmë 2-3 orë të ajo, po një 3-4 minutë shqipet në për video tona. Munona me konë, jam njeri, si gjdo kush, munona me konë pak më i relaksum bi gjitha, më duhet me gjithë forcë për me motivu stafin, na kalojmë minutat të rënda në ballafaqime tona me familje të ndryshme, kemi histori prekse, kemi gjendje aktuale kur e gjajmë familjen, që me të vërtet ndoshta na nuk mujmë me nejt një 5 minuta mrena, apo një 10 minutë,
familja kalon jetën në ato kushte. Rrafimet e tyre ka i herë të bojnë që me i kalu net pa gjumë. Ndoshta që kjo punë, që kjo aktiviteti jonë shumë vjeqarë ka bo që na të ndërrojme edhe si njerëz krejtësisht, edhe me dashë me konë pak më nëryshe të gjithmonë je i lidhë. Shpesh herë jashtë kamerave që pëthu, ulesh me hangër bukë edhe del ka i skenar para ftyre, edhe sa je disponueshëm nështë a jetë të i dash me qesh, të kthejet në vaj, ose së të hatë ushimi, ose së të merë gjumi. Munohem maksimum me gjithë ko për çdo sen, për familjen pak, ma pak. Pak ma pak. Edhe për stafin. Une edhe kohën kur jam në aktivitet, ose jam me naj udhëtim, ose jam me naj vizit duke prit delegacionet ndryshme. Shtu që kjo është jeta jeme mas kamera. Gjatë gjithë këtyre viteve, gjatë gjithë këtyre punës, mundit, sakripicës, por edhe shpërblimit, ndështë atë çdo shqiptari kudo që është nëpër diasporë, për shkak që fal edhe kontributit tënve, Jetimat e Ballkanit, fillimit edhe sa u zgjeruan domethënë gjatë këtyre viteve. Në bashkëpunim me komunat, bashkëpunim me institucionet, kështu që ne hapëm edhe Gjilanin. Sa i kënaqur komplet me menaxhimin e çdo objekti, për shkak që ti po je prej një vendi një vend tjetër, po 24 orë nuk je me një vend, sepse nuk është e pamundshme, po apo ja mujnë mi arrit, apo mujnë mi dalë, apo mujnë me minë mbajt, ashtu qysh e kanë planifiku Jetimat e Ballkanit, stafi komplet i joti. E para labti e theksova edhe vetë ne në fillimet tona, se kena bo mend që kam në ardhë dita na nuk ishim forca dhe fuqi, po mendoj financiare, me menaxhu edhe me mirëmbajt një kuzhinë humanitare. Nuk kishim përkraje, nuk e kishim besimin e masës. Preokupimi joni vetëm ishte qysh me mbet gjallë kuzhina, qysh me vazhdu punën kuzhina. Ajo që nuk na zike gjumi ishte qysh me siguru ditën e nesër me ushqimin për kuzhinë. Kjo me një aspekt. Aspekti tjetër ka pas shumë të atill që kanë punu pa undalë për me unalë punën në atë kuzhinë. Pra, për me arrit me këthy njëherë masën me të besu, me arrit me i këthy që ata që s'kan dash që ti me majtë edhe që atë kuzhinë, edhe ata me i këthy këne kana është konë një sfidë bukur e madhe. Shumë fjalë, shumë shkrime, ka pas edhe në portalin ndryshme. Njëherë na thoshin haj se ky e bën për veti. Haj se ky e bën e ka njet me hinë politik. Haj se ky e bën për reklam. Njëherë mundoshin pse po i publikoni. Bën e punën mëse qëtë publik. Masnej këta po i fotografojnë fëmijët edhe po i qesin në për kamera dhe në për fotografi. Pra, nuk e kisha ato që e kemi ne sot, që njerëzit me zispresin me pa emisionin e premtja me Halilin kush po gëzohet, me dëgju rrëfimin e familjes. Nuk e kishim ato që me pa sa shtëpia u bon, marana që sa jave. Atëherë, sot na e kemi se cili njeri ka qef me arë me dhonë një kontribut për me vazhdu për para. Sot na jem ata që e kemi poplin edhe me dash me gabu na të nej familje që nuk e meriton, nuk na lajnë me gabu. I ki 100.000 telefonata, mesaje, kini kujdes, kjo e ka këta, nuk të lajnë me gabu, pra popli vetë të runë. Prej një kohë, prej një situate që ti u balafaqoshe me shumë njëherë, mos sigurimi mjetëve për me maj gjallë kuzhinën. Anën tjetër kur delëshe dëgjëshe loj fjale,
sot këtu krejt kanë zbrit poshtë. Haj se ky ka pare të Arabis, haj se ky ka pare të Serbis, haj se ky... Edhe kjo dështoj. Pra na jemi konë që ata pej ditës parë dhe sot. Kemi thonë që na fondi është shqiptare. Hajde jo shqiptarën që të sofrën e bamirësisë. Kam gull shpesh herë me i marë donatorët me vetën e për aksione. Hajde këshur ku po e qoj unë e djersën tonë. Kemi pas shumë prej bashkatvetarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë, edhe prej njerëzve që në donatorët brendshëm këtu, kanë arë bashkë me neve në aksione. Edhe kanë pa realitetin. Ka shumë prej tyre që kanë kalu ditë, tonë ditën me neve, qysh është një ditë e jetimat e Ballkanit. I kanë pa donacionet, i kanë pa çdo gjë, edhe gradualisht kanë jenë arrit e kanë arë këtu. Sot, neve kalojmë ditën me plot vizita, nuk ka vetë që minimum 150-70.000 vizitorë vinë e vizitojnë shpinë të moshuarve. Vinë e shohin edhe puna jonë jemi mundu me ja ulon poplit me me prek punën tonë. Jo me dalë me u reklamu. Na, edhe këtë po e thamë, me qenë se ceka, mës të shinkon publikimet tona, nuk bojmë filma, s'kemi skenare. Shkojmë me një kamerë thjeshtë, e marrëm 2-3 fjalë intervista, janë krejt na kem 2 veta që mirën me punën e kamerave dhe me fotografi. Pra nuk kem skenar, nuk kem... Shkon e viziton stafi edhe automatikisht i jipet lajmi po bosh me shtëpi ose me banesë. Edhe që ato mundohemi me ja plasu publikut minutar shumë të shkurt. Pa dash me bo reklam. Thjesht ajo emocionet, njëherë tonat, ndryshimi i jetës familjes që shpobohet, edhe që kjo ka qenë arsyeja që njerëzit janë shtu, janë vargu shumë më shumë në sofrën e bamirësisë, në aktivitetet tona humanitare. Edhe tjetra në kamerat tona, kur nuk kemi leju me shkaktu probleme familjare. Ne synim, qëllim, kryesor tonin e kemi pas me i tregu, edhe kemi me i tregu publikut gjendën reale që shpo jetën një familje. Mos harroni se një vizit, thashune, një vizit e një familje është 2-3 orëshe. Na dëgjojmë shumë gjana, na shohim shumë sene. Po, për publikun, mundohemi me i dhonë që të pamje gjendën reale ku është, qysh po jetën, jekat, mërzit, sfidat, cikletet, hallet, dertet, edhe me mujt me ja dhonë lajmin minutar shumë e shpejt edhe shkurt se ti u kryp, u bosh me shpi. As nuk lejojmë me dalë në publik një problem familjar, që s'ka familje që s'ka probleme familjar. Gjatë vizitave tona mund të shprehen. Edhe i këpusim. As nuk lejojmë me u sha pushteti. Kujdesshëm, jashtë normale. Pra, puna jonë është humanitare, jo me ngjall telashe, me ngjall probleme, të ke fundit, na jem të ngarkum edhe të obligum për të lumit Zot me ndryshu situatë. Edhe në ato që na rrëfejnë për probleme mundomi me dhonë këshilla aty për aty, po jo për publikun. E kjo ka bo krejt ato që sot shumë shqiptarë rreshtohen të jetimat e Ballkanit. Kanë qenë pikrish këto kamera që i kanë mujt çdo lloj kundërshtimi, propagande, shantazhe që është dash mos harroni. Na jem të regjistruar si OJQ në Republikën e Kosovës. Na jepim llogari shtetit. Na jem në kontrollën e shtetit. Edhe shteti e din fort mirë se ka vinë donacionet. Ka vinë edhe ka shkojnë. Edhe ku përfundojnë donacionet. Na me dëshirën tonë kemi qenë ata që kemi thonë duhet mu bo auditim, shoqata duhet me dhonë llogari shoqata edhe pikërisht për këtë na kemi fituar edhe statusin e beneficencës prej shtetit Republikës Kosovës. Mas nëjna
është edhe tjetra, na bashkëpunojmë me gjitha komunat. Me gjitha komunat në Republikën e Kosovës, edhe ky bashkëpunim veç ka rritë sigurin e shoqatës edhe besimin e masës kundrejt shoqatës. Një farë mënyre, krejt ato të kuj ligat, sot faktikisht e kanë janë këthy edhe janë pjesë e jana. Tash po flasë. Mu më vjen mirë dhe sa po flasim këtu, që nuk ka parti politike, nuk ka organizatje qeveritare, nuk ka qytetar qoftë këtij vendi, po jashtë këtij vendi, që nuk ka qenë pjesë e jetimave të Ballkanit, që nuk ka qenë pjesë e manifestimeve, e hapjeve ndryshme, përvjetoreve ndryshme, kështu është dëshmu, është cilësu që dihet ku po jepet ndjersa e secilit atyre fakt që punojnë edhe kontribojnë tek jetimat e Ballkanit. Halil, e the shumë haptas, e the shumë qartë, që nuk e kom dëgjuar ndonjëherë, po më duket për herën e parë e the kështu krejt komplet. Do të thonë gjithë ato akuza, gjithë ato të cilat fakt janë bo, por sot me kokën shumë lartë, jetimat e Ballkanit, jo vetëm në Gjinovs, po tashmë janë bo edhe motat e vllazënit, po e tham edhe në përvende tjera të Kosovës. Është Mitrovica, është Vushtria, është Gjilani. E cekja pak më herët edhe hyna në qatë temën aty më kaloj Gjilani, po kemi inaugurua dhe Gjilanin tash në hyrje të këtij mujtë shejt të Ramazanit edhe gjithmonë duke falendru Zotin. Unë ta thash, është një mrekulli e të lumit Zot edhe veç ai ka dash me arë në këtë ditë. Na jem njerëz, edhe gjithmonë luftojmë me vetveten tonë me përmirësu jetën tonë. Edhe me kanë sinqert një herë për para Zotit, për veten tonë. Edhe kjo ka bo që prej një situate që mos se kesh sigur ta kime pas buk nesër në kuzhinë, dvish edhe të inaugurojsh projekte, mega projekte, si që është shtëpia të moshuarve këtu, mos harrojmë qëndrimin ditor në Voshtri, që KMF-ja në Mitrovic një super projekt. Është inauguru Gjilani tash edhe pak pritet mu inauguru mega projekt në Podujev, janë duke u punu qendra zjarfikësve në Suharek, është mega projekti Thartoria në Gilanc 2 km vijajrore nga këtu ku jemi, është duke u ndërtu mega projekt në Prizren, starton tash në javën e fundit këtij muajit të Ramazanit në Malishev, super projekt. Pra prej një kohë, s'po muj me siguru a kem buk nesër me majtë kuzhinën gjallë, ta arrish në këtë ditë sodit, veç e lumi Zot, edhe është dash për një me, na kena pas akuza dhe sot, ka njerës që cilët ata janë lindë, edhe kanë me vdekë duke u munu me gjetë një shenja, apo duke u munu me të adhon një akuzë. Po, balë shtetit, edhe për balë që atyre që jepin kafshatën edhe djersën e tyne të jetimat e Ballkanit. Ne dalëm balë hapur gjithmonë, edhe e dinë se, unë po thëmë, shumica donatorëve tanë ma janë familiarizu me neve, vinë qoftë nëse janë këto shpeshen aktivitetet të tona, ata që janë nga jashtë, vinë përshim edhe dajnë një kohë, këna me shku me vizitu jetimat e Ballkanit, të je dëshmitar, tash na je mujnë e shajt Ramazanit. Kuzhinat tona më varën krejt çdo ditë njerëzit, jo në Ramazan, çdo ditë rezervojnë dreke në për kuzhinat tona. E tash është bo më tradit në Ramazan të një javë ditë para Ramazanit, janë rezervu në krejt kuzhinat iftaret. Iftaret, po. Po ata që kanë dhonë, i kanë rezervu iftaret. Po të e peson të ju, na dejnë ditën e fundit të Ramazanit, krejt iftaret janë të rezervume jo me donacione, po janë ka 40-50 njerëz të ndryshëm që vinë edhe bojnë iftarin bashkë me neve edhe me banorët e shtëpisë. Prandaj mu si Halil Sëmdel, a din sa ftesën e kam unë për me dalë në për iftaret. 30 ditë Ramazan duhet me shku të secili.
që 6 vite në shpinë e pleqve, unë mbyll na këtu edhe iftarët gjitha i pres njerës musafirët këtu. Halil, kur po transmitohet emisioni është data 15. Thuja që jemi në këto najtë mëdhaja të Ramazanit edhe e presim edhe Bajramin. E mbaj mend, dhe më thonë, tash një vjet ku mbrenda një nate në Merald o sigurun gjitha ato mjetë, dhe më thonë, komplet për qendrën cila faktikisht do të vjen në të ardhmen. Derisa jemi këtu edhe po flasim këtu bashk, çka po punohet për momentin? Sepse unë i di projektet cilat janë, derisa jemi këtu, çka po punohet për momentin? Unë thash, është duke u punu në Prizren, është mega projekt, super projekt. Është qëndrim ditor për të moshuar, bujtim për student, është një amfiteatr shumë i mirë, edhe është selia qendrore e jetimëve të Ballkanit. Është duke u punu në Suharek, të qendra e zjarfikësve, edhe tash edhe një muj ditë inaugurohet Podujeva, mega projekt. Në këto ditë nisim edhe punën në Malishev, edhe atje është një mega projekt shumë i madh. Te projekti që e ceke vitin e kalum, na akoma nuk e kemi një përgjigje përfundimtare prej gjykatës kushtetuese. Për ata që po na shohin e po na dëgjojnë, sa për informat, ne jemi në pritje të asaj përgjigje. Qeveria Republikës Kosovës ka nda 13 hektare gjys për këtë projekti. Kjo parcel ka kalu në emër të jetimëve Ballkanit, me qenë se është në komunën e Graçanicës edhe problemet politike, komunë që udhëhiqet nga minoriteti serb, ata kanë dërgu landën vendimin e qeverisë në kushtetuese. Neve akoma jemi në pritje të një përgjigjeje. Me gjithë se e vonume, gjatë kësaj kohe, na kemi kërku alternativë që nëse eventualisht vjen përgjigja negative nga gjykata kushtetuese, ka komunat shumëta të cilët kanë shprej gatishmërinë me nda parcelën për me u realizu këj projekt. Mu po m'vjen mirë, dhe më thonë këj lajmë, që për e thu se ka komuna tjera të cilat fakt janë dgashme. Shumë komuna tjera ndërtua dhe Prishtina. Çfarë ndjenjë është qytetar nderi i gjitha atyre qyteteve që je? Që është nder, po unë e marrë më shumë është përgjësi. është përgjësi jashtëzakonisht e madhe. Unë jam qytetar nderi në 17 komuna. Motiv, forcë, na bën që mos ndalemi të vazhdojmë, po te edhe na flasim shumë herë bashkë. Qëllimi krejt punës tonë është kënaqësia e Zotit. Me kanë qytetar nderi të banorët e qiellit, të i lumi Zot. Inshallah arrim. Inshallah. Çaj është një jetë i qëllimi krejt punës që e bëjmë na. Më herët kur isha duke fol për ata që tha s'ke fol asnjëherë. Lab jetimat e Ballkanit kur nuk kanë pa ngjyrë fetare me dallu njerin fetarisht. Na kemi ndërtu shumë shtëpi për komunitetin katolik. E dëshmoj edhe sonte edhe Nikola që ke mesin tonë. Po kemi edhe banorë katolik. Edhe po banorë që janë, po. Jemi mundu gjithmonë me qenë sinqert, njëherë me Zotin, mas nej me njerës, me popullatën. Të ke fundit nuk në atakon neve me i dalu njerës shka je, neve në atakon me i ndimu se cili që ka nevoj. Kjo është obligim i Zotit. Unë e di që sa e bukur është se përmend dhe kompetencu gjithmonë, ku kom qenë për manifestime, kom thonë që nuk ka dalim në fe, nuk ka dalim edhe besa në ratës, tek jetimat e Ballkanit. Halil, ktheu krejt fillimeve. Çka kishe dashur me fshi? Mos me kujtu kur.
Për krejt, më thonë, krejt fillimeve, edhe kështë dash me fshi. Kjo nuk mos me egzistu qaj e pjesë. Nuk kam. Nuk kam kur gjë që kisha fshi, nuk kam thonë, unë edhe sot bashkë me stafin tem, nalëm edhe diskutojmë edhe habitimi që shka mundësi me ardhë në këtë ditë. Jo me fshi. Më u pas mbledh këtë projektusit e botës, projektusit më të mirë më na projektu rrugën qyshe kemi nisë, ku kemi ardhë, atëherë s'kishim besu. Kjo gjithmonë mirë njohë se falendrus të lumit Zot edhe falendrus shqiptarëve. Na jem njerëz edhe bajmë shpirt të labë. Nuk dihet ta na qelë sabahin nesër. Fakt. Kemi mi mbyllë sët një ditë, ama 2000 familje e mbo me shpi labë. Ama shumë pleq ju ka ndryshu jetat krejtësisht. Shefetarisht, kjo ka qenë e shkrume prej të lumit Zot. Po na duhet mirënjohës me konë Zotit që neve na ka zgjedhë. Me i prin këti karvani, ka mujtë dikush tjetër në vend tonë. Po i lumit Zot na ka zgjedhë neve me i prin që saj punë. E na e falenderojmë shumë. Me fshin s'kisha fshin kur gjo hiq. Me të vërtet, ka pas situata shumë të rënda mes neve. Këtu dashta, do të thonë situata shumë të rënda, ka pas shumë kujtime që ndoshta nuk heken nga memoria, shumë sende që ndoshta nuk kishte dasht mi po i keni përjetuar dhe i keni pa. Suksesi që vjen pa sakrificë, pa lodhje, pa mbështetje për muri është i përkohshëm. Suksesi i madh edhe afat gjatë kërkon angazhim, lodhje, sakrificë, mërzi. Shpesh herë na ulemi edhe diskutojmë edhe i kujtojmë ato ditë ose ato momente që s'kishim pas qef me kalu në përto edhe e shohim i lagim ftyrat tona me letë. Po me gjithat prapë thojmë, elhamdulillah, shqyqyr. Është ka në ranë të kur delshëm me lyp ka njerë o dyqanëm dyqan me të rëndu të edishe se s'pe lyp për veti. Mu më shef pronari me qitë punëtorin me thashi se këta lypin thuj so këto. E ranë. Po, ku ka ardhë ajo ditë, tash ndoshta shumë prej tyne me krenarin më të madhe vinë edhe jepin do atë jo. Sajnë po vim, s'ka nevoj me shku, kur gjo nuk kisha fshin. Me qelderin po me qelderin. Kur gjo s'kisha fshin. E përmende fjallin sakripicë, që disa herë. A është sakripicë edhe për familjen tënde, që mos me të pas afër ndështë momentet më të mirat, festat e ndryshme cilat janë, po e marrë shembull se sofra, dita e Bajramit, shohet sofra e Bajramit në shtëpi, po ti nuk je tek shtëpia më shumëve. Qëra, ndëgjam, gojtë e liga, ata nuk ndalen. Ata në thonë edhe neve, pse po ankohesh, pse po e thush këta, ti mundesh me konë të shtëpia. Po në fakt, realiteti është ky që po e tham. Ndëgjallam. E para, Zoti mu më ka sprovu me shumë sana. Ka herë që aty ku e qes kokën një stak në darke, rri i thamë vetit i fort i shikon. Unë i thamë vetit. Pa. Nuk është e letë një herë sa herë hin edhe derë në shpinë të moshuarve, unë e shohu e isë në herë në recepcion edhe veç ata që janë sprovu me fëmi e din. E din që ka bartë shpirti i tyne. Me gjithat duhet me gjithë forcën, është ku është edhe me ka përdi. Unë e thash, jena bo ma njerëz me këtë aktivitetin tonë. Na këna pa familje që jo me një, 7-8 fëmi këtë smut. Ndalësh e i thush vetës, halil, theri vetës. Falendru e Zotë. Pastaj, unë kam një vlad vram, kur esh në të tisja kim gjetë. Qysh ka jetu baba e nana jeme kanë shku nga kjo botë, të i thonë mas po
mos po vjen sot, mos po vjen nesër. A pegjojmë trupin sot, a pegjojmë nesër. A dhe ti rrinë edhe kalën disa momente thush. Inshallah do Zoti bile sa jam edhe unë gjallë, gjindin t'i shka. Të paktën me pas një vërë edhe ajë, që ka baba, nëna, që ka edhe motra. Unë para 2 vite jam sprovu edhe me vdekjen e motrës së re. Ajo i kalon 2 fëmijë dvegjël. Ata nuk e kanë as babën, edhe baba ju ka vdek. Edhe këto janë krejt varë, krejt janë plagë. Po me gjithat, prap duhet me gjithë forcën. Zoti sprovon. Prap duhet me gjithë forcën edhe me thonë unë e ma jëmë bo kurban i qëti misioni. Edhe dhe kur ka thonë Zoti unë s'ka mundalë. Për që të arsye unë kam zgjedhur dhe kam marrë familjen këtu, në shtëpinë e të moshuarve. Jetojnë bashkë me mu të paktën, kur kthehem pi aksionit, e di që jam këtu, i shoh, më shohin, jam bashkë me ta. E provum një herë pa i marrë, shkoj isha në shtëpi 10-11, në 12 një të thërë që në hajtë se një banorë po qanë, veç Halilin pedonu, duke me dhe s'kerim pi Prizreni me arë prapë këtu. Shtu që zgjidhja vetë me ishte, po jetoj qëtu, bashkë me ta. Ta thash kjo veprimtarie jonë na ka mësu edhe neve mu bojnë njerëz më shumë, me ja dit njëni tjetrit më tepër. Me dit vlerën e babës edhe nanës më shumë. Na po shohim baballare nana, që ka janë gjendje me bo, me siguruni ka fshat goje për fëmijën e vetë. Munohet për 1 minutar shkurt me të qitë moshnit, me të bindë. Mas hara nuk është e letë me i nejtë për balë një babe që veç kur ta she me ftyrë të regon sikletin, halin, dertin, hala pa qel gojën. E mos flasë me pa lëtë në ftyrë. Po na ka forcu Zotin e me. O vallahi, billahi të Allahi, me ta dhonë kejt dy janë, dikur kështë thonë balë, gjithmonë njën rëfime, skenare. Po, ka herë ndodhë që mërzitemi fort edhe thush ku me shku me gjithë një vend veç me pushu një ditë, kur që është në sabati e unë të me shku me vizitu familje tjera. Ashta Zoti na ka përgadit për qëtë puna dhe na ka forcu në qëtë mision. Halil, e përmendet që familja jote janë pjesë edhe e Gjinovcit, pjesë e shtëpisë të moshuarve. Jetojnë krejt komplet këto. Po çfarë ndjeni është mi pas një familje shumë të madhe. Për shkak se tu ka bëu tash si familje edhe pjesa e gjithë atyre djemve të cilët fakte vajzave tu kanë bashkangjit, dhe më thonë, në projektin e jetimave. Së Likim Bazdores, dhe më thonë, gjithë ata 3, dhe më thonë që fillimet e para, fillimet e tyre, nuk kanë pas një hori. Nuk kanë ditas, nështë çka po bojnë, për e kanë pa Halilin edhe, okej, të vim as Halilit. Pa ata sot janë zot për gjithë shka, sa i përket, dhe më thonë, bamirësisë, sa i përket, ndoshta edhe kujdesit atyre të cilët fakti janë pjesë e shtëpisë së pleqve. Unë një herë ndjej vetën të obligume me falëndëru familjen tem që kanë pranu me ardhë, me jetu këtu, me banorët e shtëpisë, nuk është e letë. Jo, as pak e letë nuk është. As pak e letë nuk është për ta. Lab një njeri me pas një antar të familjes smurë në dyshek, e shese krejt shtëpisë si hu baravari. Në 70 banorë, gjysa prej ty në jenë me pampersa. Pra, është obligim jashtëzakonisht i madh. Ata kanë pranuar dhe kam gjetë për krahin e tyre. Gjithashtu, t'ja përshen mujt Ramazanit, krejt stafi është mbyllë këtu. Për një me, unë kam nuk kanë shtëpia të vetë, apo e kanë këtë shtëpinë e madhe? Unë kam thonë që asnjëri prej neve nuk ka kry shkollë për që të punë, as ka kry kurse.
Po sot se cili prej këtyne të rive janë eksperta në lamin e vetë. Menagjojnë shtëpia të moshuarve, menagjojnë kuzhina, din qysh me komuniku me familjet nevojtare, po mbi gjitha punën që e bojnë me shpirt. Duhet jemi shumë realista dhe jemi vetëdijshëm se sa është një rrogë të në Kosovën tonë. Këta nuk kanë orar punë. Dalin aksion, nështë të kthehen 7, 8. Stafi, kur vjen një familje, bën një kërkes, janë ata që shkojnë, e vizitojnë, e verifikojnë, janë gjithmonë në komunikacion, lodhje, pa orar të bukës. Po gjithmonë unë diskutoj me ta që nëse e merr një mision, misioni nuk është i lehtë. Unë jam i vetëdijshëm që ndoshta qysh kanë dalë shumica të rive, me pas dalë edhe këta kishin gjetë ndoshta jetë më të mirë. Ka herë thëmë, qysh po thot na joni prej tyne bollë mës t'i shakon qështu se më shka jetë edhe mu veç t'u kajtë. Tu i një loj rrëfimi, tu i pa loj skenari, loj vujtjet njerëzve. Po e shoh që edhe ata kanë marrë mision edhe e bojnë punën me shpirt. Unë asnjëherë nuk jo thëmë nërsin kështu, bravo djema se mirë e bëni, e thamë ju për bëni për shpirtin e ju, qësh për bëjmë për shpirtin edhe ju për t'ju. E shpesh herë nalëm edhe motivojmë njëni tjetrin, jepim motiv e forcë njëni tjetrit për me hecë për para. Bravo, unë po t'i japi komplimentet deri në pikën e fundit për shkak që janë një staf i mrekullueshëm secili. Është mirë se janë çata pi fillimit, nuk ka interes ajo ti morë më shumë, ti morë më pak, secili ka punën e vet, edhe jo secili punën e vet. Ti e din. Një djalë këtu nuk e kryen veç një detyrë, veç një punë. Sa shetu i qit kafe, sa shetu i ngu, është unë nga një banore edhe ngën, e shetu i kajt me ta. Ai tjetëri mas pak kohë e thët shkova në aksion, edhe një tjetër që javlen me cek, adin që nëse shkon një banor i shpijës në spital, edhe kujdes të ari natën ditën e krymë. E di që mu nalë, Se kem njetë, kur të nalë, a i nalë të tjetër, te ke fundës nga ka shti kërkush me zorë, na po vrapojmë me fitu knatësinë e Zotit. Po du me të pytë, a i njerëzit në shikim të parë. Se zakonisht, kur të rinë shumë, kur takon shumë, flet shumë, komunikim shumë, me të parën e din, a është prevaranta sa prevaranta, o ma shumë. Shumë e vërtet, po, eksperienca ka bëhat vetë, mos harro se kam edhe psikologjinë të kryme, kështu që i nje. Halil, po vim tek një pjesë tjetër e emisionit, ku në fakt i kom 3-4 pyetje unë që i zakonisht i lidhe gjithmonë me kafen. Me kënd ka marrë madhe me pi një kafe? Unë jam rrit një kohë bukur të madhe në gurbet. Edhe sa i kam pas gjallë, nuk kam ditë mu knaqë me ta. Kur erdha këtu deqen, nëse baba më ka vdek para se me ardhë unë, e nana mas e marrë. Kafja ma amël e me shpirt, se kafja me nanën nuk ka. Nuk ka. Po inshallah Zotin e përpje kur shkojmë të Zotin me ta. Urojmë se cili. Alil, ka ndë një kafe që ke dalë me pi me dikënd dhe ki mendu që është e ambel për të ka dalë jetë? Lab, jo, nuk ka. Pa marë parasysh, unë qoftë çështjet pozitive, qoftë ato negative, krejti marë tomlja. Pozitive më jep motiv me hecë më shumë, negative më jep shansë mu përmirësu vetën. Gjatë këtyre viteve të ka radhë beton edhe me udhëtu prej një vend tjetër, edhe me pi kafe
ndoshta edhe me personalitete njoftën të botës. Po në një kafe që e veçon jo në Kosovë, po jashtë Kosovës. Me kanë të veçon kafen, me to me muhabetin që ki pas, me refimin ndoshta që ka të regu për jetën, sepse pa tjetër që kur bësh pjesë e jotja edhe pjesë e refimeve tjetës është e njëni tjetrit. Me këtë rasën e përshëndes Dritën, profesusën tonë në Gjermani, kafja me to. Dritë. Unë për ta dërgoj një zavë. E ka dhonë kontributin jashtëzakonisht madh bashkë me bashkëshortin e saj, për shoqatën tonë. Edhe kur e pi kafën edhe thotë e këna marrë, na jepim llogari shtetit Gjerman, shtetit Zvicran, shteteve të bashkuarat Amerikës këtu ku i kem degët e tona. Edhe kur ma jep thot Halil e mora letrën e financantit, shumë mirë. Edhe kjo është kafja mirë, se thush, na njerëz jem. Edhe kur dalim mirë, na jep motiv me vazhdu me hecë, mos më nalë. Ki përmend që ki udhëtuar për shumë shtetet botës. Prej cilit shtet të kalon për shtypje, dhe me thonë edhe ku kon kafja ma e shishme që të kalon për shtypje, wow. Që ndërshta se ki prit me qenë, qaj kafe të? Shef, unë thash kam jetu vetë jashtë, edhe kafes në Itali është rrallë konë që mund është me gjetë. Shkon në Gjermani, në Zvicrën, në shtetet skandinave, shkon viziton po kafën se pinë. Që shëna mësu në këto ekspreset e në Itali e gjanë, po kafja shumë e mirë në Itali. Prej krejt partive politike nuk kalon kush pa pi kafe me ty. Po më interesan me kanë pak ma me qefe ki pi kafe. Me krejt. Pa e kin jo. Me krejt. Ishe që s'do me jep asë amët? Me krejt. Me krejt. Halil, e di që unë të gjithmonë atë fjallën që e thushte, trujtë zote, e mos të hubë zoti kur. Bashkë me juve, inshallah. Edhe të paqen gjithmonë me shnetë dhe me të mira. Unë të falenderoj gjithmonë që jekon gjithmonë i gatshëm, edhe pse gjithë shkapi, edhe kjo iftar që u bo, edhe kjo intervjist që u bo, nuk u kone planifikume pa plan ke gjithë shkapi, edhe pse ndoshta shpeshere kërkon, hajde o lab, kur të vjen, mos i merë kamera që s'na duan. Po një farë mënyrë, unë mendoj gjithmonë që e bukura është që të regojmë realitetin, të regojmë edhe këtë pjesën e komunitetit artistik që japim, për shkak që është një farë mënyre sensibilizuese edhe për njerëz të tjerë të cilët fakt e shikojnë se duhet me qenë pjesë e aktiviteteve. Labo, unë të falenderoj ty, jo veç për gatishmërinë tënde që me qenë pjesë e jona, pjesë në për event edhe të bime me bashkat dhetarë edhe këtu në mrena Kosovës. Të falenderoj edhe për harmonin që e sjell në shtëpinë e të moshuarve, jo veç për banor. Ti e ngjall atmosferën edhe të stafi. Edhe kur thojmë që po vje labi, këtë janë disponueshëm. Se është edhe ato momentet që humoret e tua, rrëfimet e tua, i shofun e shpesh djemë duke qesh, ka i herë habitim thëmë shka ndodhë, e qesh mja madhe, thëmë labi. E kjo është e mirë se ardhur për neve, kem nevoj edhe na për momentet të tilla me bushesh, me harru pak, me kalu atë kohën që e kalujmë më të madhe me lloj-lloj rrëfimi, lloj-lloj historie. Edhe deshta me thonë labë që përgadit ose kena të bime këtë gjë tash mas Ramazanit në për Evropë. E kena me dalë me i vizitu bashkat dhe tarë të ndajë. Ti edhin që unë jemi i gatshëm gjithmonë. Labë Zotit rujtet shpërblehte, falimderit për gatishmërinë. Falimderit Halil shumë. E shikuzve për thëmë, ajo e qeshme ndërshta që për të Halili shpesh herë këndi, e sonte ka shku në favor të Arjanit, që është realizim. Atje Arjan, falimderit shumë për realizimin për gjithë shkapin, falimderit stafit Radio Televizionit Nistëni, stafit emisionit Një Kafe më Labin, po edhe mbi gjitha, një falenderim shumë të madh për stafin e jetimave të Ballkanit. Djemë, ju rujtë Zoti, inshallah keni shnetën e keni krejt mirat e Zotit, se mbi gjitha jeni të kujdesshëm, jeni jashtëzakonisht të ofrueshëm, dashëm, komunikueshëm, por edhe mbi gjitha që me thonë diçka nuk mundet me ndodh, as mundet me ekzistu,
të ju ekziston gjithë shkafi edhe mundet moralizuar. Lab më lejo edhe pse s'jam në misionin tem me bo mbylljen unë. Po, apo vjen pra këtë ullë? Jo, që këtu para kamerës, po drejtojmë. Jemi në ditët e fundit të mujtë shenjtë Ramazanit, gjithë shqiptarë ku do qeni, qoftë brenda për brenda troje shqiptare, apo jashtë, në mërgim. Na e martim stafit, banorëve, edhe të labit, edhe stafit labit. Unë ju uroj Fitër Bajramin, u gëzofshi gjithmonë ku do qeni bashkë me familjet e juja. Mos na harronin lutjet e juja, Zoti kur mos ju. Zoti kur mos ju hup, urime Bajrami për emisionin e Bajramit që hihen javën tjetër.